Rishjet e dentura të orëve të fundit kanë shkaktuar fryrjen e përrenjve malor në Mirdit, duke krijuar probleme të shumta infrastrukturore në disa zona të bashkisë. Shembja urave, rrëshqitje e dherave dhe segmentet e dëmtuara rrugore kanë izoluar disa fshatra, ndërsa ekipet e emergjencave civile janë angazhuar në terren që prej mëngjesit për të vlerësuar situatën. Në fshatin Njezull, banorët janë bllokuar pas rrëzimit të urës që lidh zonën me pjesën tjetër të territorit. Ata thonë se nuk kanë qenë kurrë më parë përballë një situate të tillë dhe kërkojnë që institucionet të ndërhyjnë sa më shpejt. Tu s'ka asnjë lloj alternative me qarkulluar asnjë gjë. Është një rrugë dytësore, t'ia thush edhe ajo balte, gropa, ku di gjë në më të ka. Jo, këtu nuk na ka rrezikuar se kjo ura ka një 10-15 vjet që është vënë. Po, këtë rrallë ishte një shi i pa parashikueshëm dhe aq bani. Kryebashkiaku i Mirditës Albert Melyshi dhe prefekti i Lezhës Taulant Malshi inspektuan nga afër zonat më të dëmtuara, duke marrë informacion nga stafet teknike dhe banorët të prekur. Jemi tani në fshatin Njezull, ku një nga urat lidhëse të fshatit me rrugën kryesore është dëmtuar totalisht, e cila ka dalë jashtë çdo lloji funksioni. E kemi krijuar një mundësi lidhje të fshatit momentale. Ka shkëputje dhe dëmtime të rrugës rurale dhe kryesisht të lidhjes së rrugës njësisë administrative Kaqinar në zonën e Rrshenit, që është rruga e Bukmirës. Ka në problematika në fan të dëmtimit qoftë edhe të turbinave, të urave, të lidhjeve të fshatrave me rrugë kryesore. Pra do ndryjnë strukturat të ministrisë për të stabilizuar situatën që mos të kemi impakt negativ të mëtejshëm që të zgjasin koha apo shumë të rëndë për banorët e gjitha bashkive. Në zonë ishte edhe deputeti Gjin Gjoni, i cili në prag të diskutimeve për buxhetin në parlament kërkoi rritjen e fondeve për emergjenca civile dhe sektorin e bujqësisë, duke theksuar se bashkitë malore si Mirdita janë lënë jashtë mbështetjes së duhur. Padyshim që prishja e urës në Njezull dhe bllokimi i 45 deri në 50 familjarëve të cilët e kanë pamundur sot që të lidhen me qytetin e Rrshenit, dhe padyshim është e pamoralshme që edhe diskriminimi që po ndodh me zonat e veriut në lidhje me buxhetin. Bashkë me deputetët e tjerë do ngrejmë zërin në mënyrë që investimet të jenë investime dinjitoze. Sipas të dhënave paraprake, rreth 10 fshatra janë aktualisht të izoluar për shkak të dëmtimeve të infrastrukturës rrugore dhe shëmbjes së urave. Situata mbetet kritike edhe për ujësillësin e qytetit, pasi poroi i Tarazhit vazhdon të kërryej zonën ku kalojnë tubacionet kryesore. Gjatë një mbledhjeje të posaçme me emergjenca civile në Mirdit, u diskutuan problematikat kryesore dhe u vendos që për zonat e izoluara të mbahet gatishmëri e plot për çdo ndërhyrje të nevojshme, duke garantuar mbi të gjitha sigurinë dhe jetën e banorëve.